rritja numrit turistëve dhe çdo sezon veror fillon pak me problematika edhe për operatorin që kryen shërbimin e pastrimit. Lëvizja e punëtorëve gjatë sezonit verës është një mangësim edhe tek pjesa e firmës që kryen pastrimin e qytetit. Ka pas disa problematika jo aq të mëdha, por në një pjesë të rëndësishme të qytetit, ku hedhja e mbetjeve inerte rreth kontinjerëve dhe mbetjeve të gjelbërta në kontinjer ka bërë që të kemi një problematikë të tillë. Kemi bërë takime të vazhdueshme në bashki edhe me operatorin që kryen shërbimin e pastrimit. Ka marrë masat me kapacitet maksimal, jo me 4 mjete që ka qenë, por me 6 mjete tash, ku 2 mjete operojnë gjatë ditës nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 5 dite, në orën 7 atëherë dalin 4 mjete të tjera që operojnë gjatë gjithë natës. Është një situatë që numri i rritjes i turistave dhe i sjell këto problematika, por edhe papërgjegjësia e disa qytetarëve që i bajnë këto shkelje na ka sjell një problematik, ku ndoshta unë mund të shfrytëzoj rastin nëpërmjet medias tuaj që të bëj një apel edhe qytetarëve, që nëse ne nuk bashkëpunojmë me qytetarët, nëse qytetarët nuk sensibilizohen që kontinjeret nuk janë për mbetje inerte, nuk kontinjeri bosh dhe mbetjet në tokë, nëse ne nuk operojmë, nuk bashkëpunojmë me to, do jetë një problematikë që nuk do zgjidhem asnjëherë ne. Altin, ka pas masa administrative ndaj këtyre personave? Me sa jemi ndjeni ka patur një rast ditën e djeshme që është ndëshkuar një qytetar. Është konstatuar duke hedhur mbetje rreth kontenjerëve. Po, ditën e djeshme është konstatuar një qytetar dhe është identifikuar, është marrë masa ndaj tij. Do vazhdojmë të merrem masa ndaj çdo lloj qytetari që identifikohet dhe bën një shkelje të tillë. Prandaj po shfrytëzoj edhe një rastin në median tuaj që t'ju bëj thirrje qytetarëve që koshat, përderisa koshat janë bosh, të hedhin koshat dhe mos i hedhin rreth tyre.